Pandemia COVID-19 arriti në Kosovë 5 vjet më parë, pasi u konfirmuan 2 rastet e para me këtë virus. Kjo solli mbyllje të vendit duke filluar edhe karantinimi i personave të infektuar me COVID-19. Por sot ky virus është bërë endemik, duke mos dalluar nga infeksionet tjera. Kështu ka bërë të ditur infektologu Ilir Tolaj. Infeksionit me SARS-CoV-2, pavarësisht prej cilës variant, do ta kemi endemik në mesin tonë, ku her pas herë do të kemi raste, do njëherë më shumë e do njëherë më pak, por që asnjëherë nuk do të paraqet një problem publik, asnjëherë nuk do të jetë problem me cilin do të merren mediat, por gradualisht do të shkojmë drejt asaj që do të jetë një problem me cilin do të merren institucionet shëndetësore dhe mjekët. Pra, ne do të kemi raste, por të cilat nuk do dallojnë shumë nga infeksionet tjera respiratore dhe gjithashtu nuk do dallojnë shumë as nga ato infeksionet të cilat deri tash gjithashtu kanë qenë serioze, siç është influenca, që ka mund edhe të shkaktojë rastet e vdekjes, por që në fakt jemi mësuar me të dhe jemi mësuar me pasojat dhe jemi mësuar si të mbrohemi, qoftë duke e kursyer vetveten, në veçanti ata të cilët janë të moshës së shtyr ose që kanë probleme shëndetësore, apo duke u vaksinuar, apo duke i bërë studiat. Metodat se si është menaxhuar kjo pandemi nuk ishin shumë të qëllueshme në shumë vende të botës, tha doktori Tolaj, por sa i përket Kosovës ka ndikuar shumë faktorë që situata me COVID-19 të jetë më stabile. Vende të cilat kanë qenë më liberale, të cilat kanë lejuar një përhapje të kontrolluar të virusit, duke shkaktuar infeksionet natyrshme, për njëjtën kohë dhe imunitetin pas kalimit atyre infeksioneve, vendet të cilat i kanë kushtuar kujdes vaksinimit në kohën kur vaksina ka qenë në dispozicion, kanë kaluar më mirë se sa vendet të cilat kanë bërë restriksione. Kosova ka patur një fat të cilin shumë vende nuk e kanë pas. Struktura demografike e popullatës në Kosovë, populata grup mosha e popullatës në Kosovë është e re. Ne kemi, sipas të dhënave statistikore, vetëm rreth 6.5%, 6.8% popullatës që është mbi 65 vjeç. Ndërsa kur është fjala për Covidin, dihet se janë moshat e shtyra praktikisht ato të cilat e kanë përjetuar më rënd, të cilat kanë patur konsekvenca në aspekte të vdekjeve. Kjo në njërën anë, dhe në anën tjetër mos respektimi strikt i masave, sa do që kanë qenë të kopjuar ato masa prej vendeve të tjera nga ana autoriteteve, ka bërë që tek ne përhapja e virusit të jetë kontinuele e vazhdueshme dhe në një mënyrë kontrolluar, duke shkaktuar një imunitet të caktuar, me që rast ka rritur një imunitet kolektiv i cili ka qenë mbrojtës në secilën variant i cili është shfaqur njëri pas tjetrit. Sëmundja infektive COVID-19 pati një ndikim të madh në botë, duke marrë më shumë se 7 milion jetë njerëzish e duke shkaktuar dëme të tjera të konsiderueshme ekonomike, sociale e të tjera.